doktorat nderi nga Harvardi për Sir Noel Malcolm. Në kuadër të ceremonisë 375 të diplomimit, Universiteti i Harvardit ka vlerësuar me titullin doktor nderi honor degree historianin, studiuesin dhe gazetarin e shquar britanik Sir Noel Malcolm. Ky titull ekskluziv është i akorduar si pjesë e personaliteteve për kontributet e tyre jetësore. Në akordimin e vlerësimit të Harvardit vuhet teksti ke veçanërisht roli i tij si analist politik, redaktor i jashtëm i revistës prestigjioze The Spectator, një gazetë e Harvardit ku është publikuar dhe lajmi. Gjithashtu, Sir Noel Malcolm është një zëvendimtar gjatë kohës së luftës në Ballkan. Në atë kohë Malcolm shërbente si këshilltar për Margaret Thatcher, më vonë u bë antar e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Kosovës për veprat e tij Bosnia Short History. Kosova Short History gjithashtu ka dhënë një kontribut edhe për historinë shqiptare me kryeveprën Agents of Empire, Agjentët e Perandorisë. Është antar i Akademisë Britanike dhe Shoqërisë Mbretërore të Letërsisë.